Një operacion i përbashkët i forcave operacionale të Tiranës dhe të Komisariatit të Policisë së Sarandës ka çuar në arrestimin e 34 vjeçarit nga Elbasani Elvis Koçi, alias Elvis Çausllari, i njohur ndryshe edhe si Vis Koçari. Sipas burimeve, efektivet e policisë kishin kohë që e ndiqnin dhe e kanë lokalizuar gjatë ditës së shtunë në Ksamil. Rreth orës 22:30 minuta është organizuar operacioni për kapjen e tij, ku morën pjesë edhe agjentë civil të sektorit të krimeve të Sarandës. Mësuese sapo ka konstatuar praninë e policisë Çausllari ka tentuar të shmanget arrestimit duke kryer manovra të rrezikshme me automjetin e tij. Gjatë largimit ai ka përplasur 2 automjete civile të policisë, si dhe ka mundur të çajë rrethimin fillestar. Menjëherë pas ngjarjes është organizuar ndjekja, ndërsa nga Saranda u angazhuan edhe forca të ndërhyrjes së shpejtë, ndërsa për rreth 30 minuta kërkime, 34 vjeçari u lokalizua nga agjentët e krimeve pranë një biznesi privat në aksin rrugor Ksamil Butrind, ku edhe është vënë në pranga. Policia sekuestroi gjithashtu automjetin me të cilin lëvizte, i cili rezultoni regjistruar në emër të vëllait të tij. Ende nuk ka një informacion zyrtar mbi arsyet e ndalimit të Elvis Çauslarit, por burime jo zyrtare bëjnë me dije se ai mund të kërkohej për ekzekutimin e një vendimi të dhënë nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Elvis Çauslari është një emër i njohur për drejtësinë, për folur për përfshirje në përplasjet me grupet kriminale në Elbasan. Ai u arrestua në vitin 2022 nga SPAK në kuadër të operacionit Plumbi Art, ndërsa u lirua rreth një vit më vonë. Autoritetet pritet të dalin edhe me një njoftim zyrtar për detaje të plota rreth operacionit, si dhe akuzat që rëndojnë ndaj tij.